Gjelbërt, unë po I ceki çmimet çka I kam po vetë me sy, do me thonë speca deri në 6 euro, tabla e vezëve 3 euro, pasul 6 euro I pejes, 2 euro I gjys ke pasul jo I pejes, sa I përket gjanave të tjera, patligjoni po ashtu 6 euro, kastraveci 3 euro. Këto ishin çmimet çka unë kam mujt vetë me I po, edhe pse tregtarët nuk na pritën mas mirin në botë, edhe nuk isha shku heq deri atje me kamerë që mos me nxit konflikt, për shkak se kur kem aty ofër I nderuari në fjalë që po shiste patligjën edhe kastravec, gjën e parë që e buni e mbylli çmimin, e mshefi, edhe tjetra që më tha që s'jom gazetare, edhe me pa nuk është që na priti mas miri në botë edhe u kthy tha pse s'po I mbjellni vetë. Po bre, mundemi mi mbjell vetë edhe po mendoj ka një herë po jap një mendim temin që për një me duhet me anis me I mbjell vetë edhe s'ka kush vjen mu në treg. Po, Diona, pritja që e bën në ndoj me ke shumë që e keqe. Diona, besoj po më dëgjon tash, du me të pyet kur e përmende e dallove çmimet për peje, për Prishtinë, nuk po qëndrojmë lokalista këtu, pse ka I diferencë në çmime? Nuk e di, pasul pejes ke 6 euro. Pasuli Prishtinës 2 euro I gjys. Nuk e di ndoshta që në atë pejes jena ma të mirë o jartë. Nuk e di pse s'po ndodhë dhe me çmimet specave. Për shembull me bo çmimi për vushtrë specës, për Prishtinë. Nuk menoj, nuk pajtohem, po vazhdojmë tutje. Diona, nëse mundesh, bashkë me Lorentin, me vazhduan dhe I ka tregu dhe me na sill pamje, po me I po çmimet kudo që duken. Pra, çmimet nga produktet e ndryshme ushqimore, përmend edhe ti, pra 1 kilogram ka shku I specave deri në 6 euro, një çmim goxha alarmues. Për qytetarët marr parasysh shpenzimet e tepërta që u janë bërë kohëve të fundit. Kanë shpenzimet mëdha edhe në çmimet me energji elektrike, kanë shpenzimet mëdha edhe me çmimet e tjera në produkte të tjera dhe e kemi edhe këtë propër. Çmimi është I kthym, nuk e din pamja mujti me po, I kanë kthy. Jo, mos u ndal. Jemi për drejt kanë ato të kamermoni. Po pse, kur deri sa qytetarët I kanë ato